Shoqata Maqedonase e Juristëve të Ri dhe Komiteti Helsinkit për të drejtat e njeriut njoftojnë se Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut dje ka miratuar vendimin. Përmes rrugës së deklaratës unilaterale në Lëndën, Fitim Musliu kundër Maqedonisë së Veriut, që ishte dorëzuar më 30 gusht 2022. Lënda kishte të bënte me një ngjarje të datës 3 gusht 2020, kur i dënuari ishte rahur nga një polic në burgun e Idrizovës. Si pasojë e rrahjes, i burgosuri kishte marrë lëndime trupore. Për shkak se në Maqedoni nuk ishte konstatuar faj për incidentin, rasti kishte përfunduar para gjykatës së Strasburgut. E përballur me argumente dhe dëshmi, qeveria dorëzoi deklaratë unilaterale dhe të cilën pranoi shkeljen e nenit 3 të Konventës Europiane për të drejtat e njeriut. Me deklaratën, Maqedonia e Veriut obligohet t'i paguajë 11.295 euro dëmshpërblim të burgosurit të dëmtuar. Ky rast paraqet një precedent të rëndësishme, për shkak se bëhet fjalë për procedurë që shteti e ka humbur para gjykatës së Strasburgut, lidhur me veprime jo humane në burgun e Idrizovës, me çka riaktualizohet çështja për kushtet dhe mbikëqyrjet në institucionet ndëshkuese përmirësuese.